Po, do më thonë, e kom pas një profesor në fakultet që thëjke një thonje interesante, gabimin e mjekut e mbulon dhe jo, gabimin e dizajnerit është e bota. Kështu që Të njëjtën, po shumë e vërtet. Çto e mendova donë? Tashe, po, du të me pas dashni për qatë punë, edhe që e dashni du të me kanë mjaftueshëm sa me kanë i gatshëm me pagu çmimin për me mbritë rezultatet konkrete, se nuk është bashkëlet, se dhe mos në një botë shumë konkurente, tash edhe me ndikimin e AI-et e sana. Po, do më thonë, duhet me ekzistu dashnia edhe duhet me konë përveç dashnis, këta që janë dizajnera janë ma shumë visual thinkers, menojnë paterna, menojnë forma, menojnë, nuk është që menojnë shumë në fjalë, aden, për shembull, kur përmenet një gjuhë, një formë ose një diçka, me njëherë vizualizon kry. Është një tipi caktuar që bëhen dizajnera suksesshëm. Edhe falë ty nëse di kena krejt gjanat që na rrethojnë realisht. Tavolinën, mikrofonin, kamerën që po na xhiron, orën që e këshyrim. Gjithçka është falë dizajnerave që kanë menu visually në një kohë caktuar. Po. Fuad, prej medreses në dizajn. Çka ky ndryshim? Çka të ka nxit me ndryshu? Për shkak se na supozohet që kur shkon medrese e keni synim me vazhdu njëjtë. A ke pastit njëjtin synim e ke ndru apo kanë qenë arsye të tjera që ke shkuar medrese? Jo, prakisht më ka pëlqy, po mënoj, dizajni pej shkollës 8, pej shkollës mesme klasës 8-9, që aty dikun. Mirë, po, kom shku në një pej shkollave në Prishtinë një ditë, me një tafër në temin, me pa. Dhe veç nuk më ka pëlqy shumë, më thonë, sjellja, nuk më ka pëlqy shumë fjallori sana. Edhe mas nej... Në shkollat e mesme, po? Në shkollat mesme tjera, po. Pastaj veç edhe ka qenë dëshira e gjyshit tem për me shku në medrese, dhe veç, ja kom thonë, okej, në rregull. Kom njoft medresanta, më kanë tregu që e kom vizitu edhe shkollën, u kanë shkollë top. Shkollë shumë e mirë për qatë periud, për flas 2004-2005, edhe hala qëndron e njëjta. Më thonë, në arkitekturë kanë unike, në nevojat e studentave, në qatë kohë ka pas laboratora ndryshëm, ka pas laborator të informatikës, laborator gjuhëve të huaja, që për mu ish koncept i pa njohën. Në medrese? Në medrese, po. Do më thonë, ka pas laboratora ndryshëm, edhe më ka pëlqy si shkollë, plus si shkollë në qatë kohë, edhe që vazhdon prap me konë me të njëjtën trajtesë, nuk i ka dhënë rëndësi shumë veç edukimit fetar, po gjithmonë edhe gjithçysh i ka lënë studentat me eksploru edhe në fusha tjera. Për shembull, profesorat e landëve fetare, disa që janë kanë 3, kanë motivu ka njëherë, edhe minimumi më kanë kuptu, kur e kom shumë mësimin për me mësu animacion ose dizajn. Më thonë, jënë kanë shumë supportiv. Kështu që vendimi për me shku në qatë shkollë u kanë shumë vendim racional. Po du me shku në medrese, me marrë një bazë fetare dhe pse s'ka me vazhdu me konë hoxhë. E ke ditë, në më të prej fillimit e ke mendu. Thjesht ka qenë, shkolla e mesme është një proces që duhesh me kry, edhe kom vendos me kry në medrese jo dikon tjetër. Që kjo ka qenë vendimi jam. Po, klasë 9. Realisht në klasë 9, me pas një maturit të tillë, nuk është që shumë shpesh shihet tek adoleshentët, po flas sot, po dhe në të kaluaren, për shkak se adoleshenca kryesisht njëta e mosha rebele paka shumë, po që medresja shumë mirë që e ke pas të qartë çka po dën, po apo mendon që e vlerësoj shumë krejt këtë pjesën e medreses. Po ka njëherë për ne që jemi jashtë komplet, domethënë nuk e kemi pas asnjë interakcion me medresen si shkollë.